Irani mund të rifillojë programin e vet brenda muajsh në një përpjekje për ta përdorur uraniumin e varfëruar për krimin e bombave bërthamore. Por e vërteta është një bombë bërthamore nuk mund të krijohet brenda muajsh, as brenda vitesh, dhe po del që nuk është krijuar as brenda 30 vitesh, se ka 30 vjet që Benjamin Netanyahu e gënjen botën e civilizuar që Irani ka nis me bë bombën bërthamore brenda muajsh, brenda vitesh. 30 vjet. Dhe asnjëherë s'ka dalë vërtet. Unë nuk po e mohoj që Irani nuk do ta ndërtoj një bombë bërthamore, dhe Irani mund edhe ta sheh si nevojë të domosdoshme për të ndërtuar një bombë bërthamore, duke qenë se ndihet e kërcënuar nga agresionet rejnale. Ne dim dhe jemi dëshmitar të faktit që nëse dikush është agresor i dhunshëm në lindjet mesme është vetë Izraeli. Është Izraeli që në 70 vitet e fundit e shtyp popullin palestinez. Në 70, sidomos nga viti 2023, nga rasti i sulmeve të tmerrshme të Hamasit në kufirin administrativ ndërmjet Gazës dhe territorit izraelit, Izraeli ka ushtruar gjenocid të organizuar shtetëror ndaj popullit palestinez. Prandaj kryeministri Benjamin Netanyahu është një prej kriminalëve të kërkuar të luftës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Qartë. Pra, kemi të bëjmë me kriminal të cilët po përpiqen ta fshehin krimin e tyre duke u përpjekur të akuzojnë të tjerët, por edhe ata të tjerët që po e akuzojnë duke përpjekur gjithashtu duke për të krijuar dhe orkestruar situata të paqena. Të paktën se nuk ka dëshmi deri më tash në pretendimet e tyre. Këtu dua të ndalem. Ti më dole në shteg, si i themi ne. Domethënë më dole tek pyetja e radhës. Presidenti Trump ka kërkuar që të ndalet procesi gjyqësor ndaj Benjamin Netanyahut nga drejtësia izraelite, duke kërcënuar se do në rast se vazhdon, po themi, hetimi dhe marrja në pyetje, dhe madje sot më duket gjykata në Izrael nuk ka vijuar me procesin e marrjes në pyetje të Benjamin Netanyahut. Trumpi ka kërcënuar që do të ndalë ndihmën ndaj Izraelit, $3.8 miliard në vit, nëse vazhdon procesi ndaj Netanyahut. Pyetja ime është kjo, në fakt e kam pasur si dyshim, po deklaratat e Trumpit sikur më lën diçka të kuptoj. A ka ndodhur e gjithë kjo që nga sulmi në Gaza, po themi pas sulmeve të Hamasit dhe konflikti me Iranin, që Benjamin Netanyahu t'i shmanget burgut? Po, Benjamin Netanyahu përveç që është i kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për dyshimin se ka organizuar, orkestruar dhe udhëruar gjenocidin kundër popullit palestinez në Gaza, Benjamin Netanyahu është gjithashtu subjekt apo cak i hetimeve për krim të organizuar dhe korrupsion, për vjedhje dhe pleçkitje të parave publike dhe shumë zhvillimeve të tjera kriminale që ai ka bërë kundër vetë shtetit e Izraelit me entitete kriminale që ai është i lidhur atje në Izrael. Sigurisht çdo vazhdimsi e një situate ku Izraeli gjendet në një gjendje të luftës do ta pamundsoj që të ketë zgjedhje, por do ta vazhdoj atë zhagitjen e procesit të përballjes së Benjamin Netanyahut me drejtsinë izraelite. Është e pritshme që dikush si presidenti Trump të kërcënojë drejtsinë, jo vetëm izraelite, pa e ka kërcënuar edhe drejtsinë ndërkombëtare, gjykatën ndërkombëtare e drejtësisë, duke kërcënuar ata që të mos edhe sankcionuar madje zyrtar të prokurorë të ndryshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që nëse vazhdojnë ta kërkojnë arrestimin e Netanyahut, ata do të përballen me pasoja nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është krejtësisht e natyrshme dhe në karakterin dhe natyrën e vetë presidentit Trump që ai të kërcënojë edhe drejtsinë izraelite që të mos kërkojnë llogaridhënie nga një kryeministër i korruptuar siç është Benjamin Netanyahu, i cili në vazhdimsi po bën çmos duke rrezikuar dhe jetën, qetësinë dhe paqen e vetë izraelitëve, vetëm që t'i shpëtojë drejtësisë izraelite, duke bërë edhe gjenocid për t'i shpëtuar drejtësisë izraelite, duke përpjekur madje edhe të ndezë zjarre të tjera në rajon në një përpjekje për të shpëtuar drejtësisë izraelite. Sepse deri më tani në këtë moment sa ne po flasim, nuk ka asnjë dëshmi të vetme që mund ta konfirmoj apo verifikoj pretendimin e tij se Irani ka apo është duke krijuar apo prodhuar
armë bërthamore. Megjithatë, pavarësisht se mungon dëshmia faktike, ka një, po them, raport sipas të cilit pasurimi i uraniumit ka shkuar tek 80%, mbi 60%, po themi që të jemi më të saktë, dhe i afrohet, Po kujt është ai raport? I Agjencisë Atomike, në mos gaboj? Agjencia Atomike thotë që ne kemi shqetësime se Irani mund të ketë shtuar, dëgjoj të lutem, mund të ketë shtuar kuantitetin e pasurimit me uranium të varfëruar, nuk na është dhënë çësjen e verifikimin e qëllimeve të këtyre shtimeve, ndërkohë që deri më tani sa këta kanë informacion të verifikuar dhe të konfirmuar, është që nuk është përdorur uraniumi për qëllime tjera, për arsye të shtimit të kualitetit të furnizimit me energji elektrike. Më fal, po shiko, tashi, nëse ti e pasuron 60% uraniumin, për çfarë po e pasuron, se kjo është e kuptueshme. Pra, të çon logjika. Unë nuk jam ekspert për megjithatë e kuptoj, qartë. Përgjigje shkencore, por sikur të kishte në kuptimin shkencor një validitet të pretendimeve të Izraelit, sigurisht që do të kishim ekspert shkencor të cilët do të flisnin për këtë. E keni pa, për shembull, seritë e programeve televizive këtë Christian Amanpour, që i merr shkencëtar të ndryshëm për të folur lidhur me këtë temë, dhe asnjë nuk mund ta konfirmojë se diçka e tillë çfarë ka informacion të verifikueshëm dhe konfirmuar deri me tani në terren, asnjë prej tyre nuk mund ta konfirmojë se vërtetësisht Irani mund të ndërtojë një armë bërthamore, siç pretendon Izraeli zyrtar. Qartë. Vudi, nga... Ajo që ka ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe të sigurohemi është që ta kemi informacionin e vërtet, në mënyrë që të kemi arsye për të vepruar, sido që të jetë nevoja për të vepruar. Qartë. Unë tani dua të kaloj aty ku ti je, në Kiev. Gjatë natës apo mbrëmjes së dieshme, tani ti mund të ma konfirmosh këtë informacion, Rusia ka nisur një tjetër sulm ajror, ndoshta sipas raportimeve mediatike, më i madhi prej nisjes së kësaj lufte në 24 shkurt 2022, mos gaboj, luftës në Ukrainë. Përfshir 537 mjete fluturuese, raketa balistike, raketa lundrimi, dron kamikaz, e tjerë. Çfarë ndodhi që plasi kjo ofensivë masive e Rusisë? Si shpjegohet? Ishim ndërkohë në lindjen e mesme. Çfarë po ndodh? Pas ardhes së presidentit Trump në shtëpinë e Bardhë, ne tani kemi të konfirmuar se presidenti Putin i Moskës zyrtare ka një mik në shtëpinë e Bardhë në aventurat e tij despotike për të pushtuar Ukrainën. Pas ardhes së presidentit Trump në shtëpinë e Bardhë, Putini u ndjej disi më i liruar nga sanksionet, nga presionet ndërkombëtare për të ndalur luftën e përpjekjes për ta pushtuar Ukrainën zyrtare. Prandaj, qartësisht, Rusia është duke u përpjekur që ti lodh mekanizmat edhe sistemet e mbrojtjes ajrore të kryeqytetit, duke e sulmuar kryeqytetin të paktën një ditë po, një ditë jo. Të paktën kështu kemi përjetuar sulme thuajse të njëpasnjëshme që nga 3 javët e fundit, që unë e kujtoj që jam në Kiev, edhe duke se janë duke përpjekur që ti lodhin sistemet ajrore me sulme të vazhdueshme në një përpjekje që dyshohet se do të mund të përdorin ushtrinë e Belarusisë, nga ana e Belarusisë për ta sulmuar kryeqytetin nga veriu. Përpjekja tyre finale është për ta kapur kryeqytetin dhe për t'i arrestuar leadershipin ukrainas, në mënyrë që pastaj ta instalojnë një qeveri të cilën ata mund ta kontrollojnë, edhe pastaj të thonë se pushtimi i Ukrainës u krye. Po si mund ta kapin kryeqytetin? Deinstalimi i mekanizmave qeveritar të cilët ishin kërcënim për interesat e Rusisë u larguan ose u arrestuan ose u burgosën, edhe kështu ta krijojnë një realitet të kryer në terren me heshtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Siç kanë heshtur që nga ardhja e presidentit Trump. E kam fjalën për ta kuptuar si mund ta kapin kryeqytetin, se taktikisht vija e frontit është shumë larg Kievit. Pra si mund ta pushtojnë kështu kryeqytetin? Ata nuk e bën dot në fillim të luftës, në vitin 2022 kur pati një avancim të fuqishëm. Po, nëse e kujtoni, tani unë nuk jam ekspert ushtarak gjithashtu. Nëse kujtoni vitin 2022, kur Rusia sulmoi Kievin zyrtar, kishin arritur që ta mbyllin
hapësirën ajrore të Kievit, kishin zbarkuar trupa nëpërmjet parashutave vijave ajrore në kryeqytet, edhe kishin nisur një fushat jashtëzakonisht të ashpër agresive me ushtar rus që vinin nga kufiri i Ukrainës me Belarusin. Kufiri i Ukrainës me Belarusin është dikur rreth 3 orë vëzitje me makinë, Po. edhe është lehtë domethënë i kafshëm. Është e konfirmuar që është një numër i madh i ushtrisë ruse që E kuptoj, është andej nga ana tjetër. kuvitare Belarusi, Ukrainë, gjithashtu janë trupat mercenare të Wagnerit atje. pse vazhdojnë akoma këta? Tjetër, Rusia i ka intensifikuar operacionet e sulmeve ushtarake në lindje, duke përpjekur që të detyroj Ukrainën që të zhvendos trupat nga anë pjesë të tjera të Ukrainës në drejtim të lindjes. Dhe shqetësimet janë që nëse ata vlerësojnë që kanë arritur të zhvendosin një numër të madh të trupave ukrainase në vëmendje të lindje, gjasat janë që do të intensifikojnë sulmet ajrore në kryeqytet për t'i lodhur sistemin e mbrojtjes ajrore, dhe më pastaj do të bëjnë një lloj orkestrimi të ndërhyrjes së divizionit kombëtarisë dhe ajrore dhe artillerisë toksore nga ana e Belarusisë. Këto janë përshpëritjet e komunitetit inteligjencë ushtarake, përshpëritjet të autoriteteve të ukrainase të cilat komunikojnë me gazetarët këtu, si shqetësime të tyre. Ata me sa duket janë duke përpjekur që t'i bëjnë përgatitjet për t'i zbrapsur këto operacione, këto përpjekje të Rusisë. Nuk e di nëse do të mund t'ia dalin mban, sepse siç e dim, perëndimi duket se nuk ka leadership kurrizor për ta vendosur një vendim unanim të përbashkët politik që ta mbështesin Ukrainën vendosshmërisht për ta luftuar pushtimin rus nga ana e Ukrainës. Përshtypjet e mia janë që perëndimi e ka lënë pas dore Ukrainën dhe ka lënë në lloç, si themi ne, në Kosovë në 2014 kur Rusia e pushtoi Krimin, e ka lënë në lloç në 2022-ën, 3-ën, 4-ën dhe tani në 2025-ën është edhe më keq, duke qenë se tani më Kremlini zyrtar ka një mik në shtëpinë e bardhë në Washington. Qartë, dua të kaloj pa humbur kohë Vudi në aktualitetin në Ballkan, në Serbi fillimisht dhe pastaj në Kosovë për të marrë një opinion nga ty shkurtimisht për dy ngjarje në secilën prej këtyre dy vendeve. Në ditën e shtunë në Serbi, në Beograd, u mbajt një protestë e cila është në vazhdën e protestave që kanë muaj që kanë nisur atje dhe kërkojnë largimin e presidentit Aleksandar Vučić. Megjithatë, në fund protestës pati përplasje me policinë, rreth 22 protestues u plagosën, 77 persona u arrestuan, gjë që nuk është shifër e vogël, gjithsesi. Tani, pyetja ime është që të dalë drejtë në temë, kush po do ta destabilizoj Serbinë? Nëse dëgjojmë për shembull zërat konspiracionistë që thonë që është Rusia që po përpiqet ta destabilizojë nga brenda, apo ti e hedh poshtë një skenar të tillë? Është një gjë genuine, po themi, një protestë e sinqertë. Nuk ka kurrë farë kuptimi që Rusia të kërkojë ta destabilizojë Serbinë, duke qenë se Serbia është dora e zgjatur e Rusisë në Ballkan. Pas Serbinë, Rusia nuk mund të funksionojë në Ballkanin Perëndimor. Pas Serbinë, Rusia nuk mund të destabilizojë demokracitë e vërteta në Ballkan. Pas Serbinë, Rusia nuk mund të krijojë lidhje të ndryshme të përmbytjes së sistemeve demokratike të vendeve në Ballkan. Pas Serbinë, Rusia nuk mund ta destabilizojë as Kosovën, siç është përpjekur ta destabilizojë vazhdimisht që nga shtatori i vitit 2022, kur Serbia nënshkroi një marrëveshje të bashkëndimit të politikave të jashtme të saj me Moskën zyrtare, dhe pas nënshkrimit të asaj marrëveshje Serbia zyrtare u bëri thirrje serb etnik të Kosovës për t'i boshatisur vendet e tyre të punës ku po punonin në institucionet e Republikës së Kosovës, dhe pastaj u kërkoi atyre që ngrisin barikada dhe pastaj me dështimin e barikadave u kërkoi atyre që të përpiqen të aneksojnë godinat qeveritare të pronësuara nga Republika e Kosovës në mënyrë që ta shpallin një lloj republike të pavarur të stilit të asaj çfarë shtetasit rus të transportuar në Ukrainë e kishin shpallur në Republikën e Donetskit në territorit ukrainase. Po me dështimin edhe të asaj përpjekje, Serbia gjithashtu u përpoq që ta aneksonte veriun e Kosovës në të njëjtin stil çfarë Rusia kishte bërë aneksimin e Krimeas së Ukrainës.
Edhe aty dështoi Serbia dhe tani Serbia është duke përpjekur nëpërmjet zërave të tyre dhe politikanëve të ndryshëm opozitar në Kosovë dhe entiteteve kriminale dhe mediatike që ta destabilizojë Kosovën. Por të kthehemi tek situata e protestës në Serbi. Protestat në Serbi janë rezultat i krimit të organizuar dhe korrupsionit që është udhëhequr nga vetë presidenti Vučić. Nuk duhet të harrojmë që presidenti Vučić është ish zëdhënësi i administratës e Miloševićit, e cila ishte përgjegjëse për genocidin në Bosnjë dhe Hercegovinë, përpjekjen e gjenocidit në Kroaci dhe përpjekjen e gjenocidit në Kosovë, të cilës i dha fund bombardimet e NATO-s në vitin 1999. Vučići tani po përballet me këto protesta si pasojë e keq menaxhimit të tij të administratës publike. Nuk ka të bëj asnjë lloj interesi i huaj aty për të përpjekur që ta destabilizojë Serbinë. Nëse Serbia do të kishte mbështetje për ta mbajtur stabilitetin, më të plot ka mbështetje nga Rusia sidomos, por edhe nga aleatet e tij perëndimor të cilët e kanë toleruar Serbinë agresive në operacionet e tyre agresive kundër Kosovës për ta destabilizuar Kosovën në një përpjekje për të pas qasje në fushat e litiumit